بين بان الأجراع ورامة ولعلع من قلب صب. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين والمصلحين، والصلاة والسلام على خير من صلى وصام وطاف ببيت الحرام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allahun e lartësuar e falenderoj, prej Allahut falje dhe ndihmë kërkoj. Salavate dhe selame mbi krijesën më të mirë, Muhammedin alayhi salam, dërgoj mbi familjen e tij të bekuar, mbi shokët e tij të nderuar, edhe mbi gjithë besimtarët që e ndjekun rrugën e tij deri në ditën e fundit. Pas falënderimit ndaj Allahut, pejgamberi alayhi salam na mëson me i falënderu njerëzit. Andaj e shoh për obligim me i falënderu organizatorët e kësaj neje, e me lutë Allahun e madhruar që këta njerëz që janë ardhur këtu e ky mezhlis që u bë me kanë peshojat e veprave të mira në ditën e takimit me Allahun. E lutj Zotin që ke qendër me i zgjat jetë gjatësia sojna, jo vetëm sojna në gjallë, por edhe ata që vinë mas neve, me konë këvend ku madhrohet Allahun, ku mësohet për Allahun edhe ku mësohet për fejnë e tina. Andaj Zoti i bekoft e kësaj iniciative, lësë Allahun që më marë sa më shumë prej trive tonë, prej shoqërisë tonë, se kemi nevojë shumë për me njoft Allahun, me njoft fejnë e tina, dhe më mbledhën këto kopshte të xhenetit që i ka përshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke thonë se kopshtet e dijes janë prej kopshteve të xhenetit kësaj bote. Rreth temës që më është caktuar, padyshim se është një temë shumë e madhe, një temë që njerëz si unë pa asnjë modesti nuk mujna me dhon hakun, pasi ka të bëjmë për mendimin e mirë për Allahun e lartësuar, e që me u qu krejt krijesat mbarë prej të parës së deri të fundit, me u munu me madhru Allahun që shdohet, e mja dit vlerën Zotit, e me mendu për Allahun që shdohet, padyshim se nuk kanë mundësi me mja dhon hakun. Ndaj edhe pejgamberi alayhi salam në hadithin që përmend Aisha radhiyallahu anha, që gjinet Bejhaqijun Shu'ubul Iman, thot Aisha, kum pa pejgamberin alayhi salatu wassalam një natë duke qëndru shumë gjatë në sejdë, sa që menova diçka keq. Pastaj thot menova se ka vdek. E pastaj afrova veshën me dëgju se është gjallë, tha aniva të thonë la uthni thanaan alejk ente kema ethnejt ala nefsik, o Zot, unë nuk di me të falenderu që shdohet, me qenë mirë njës ndaj teje që shdohet, veç ti jaj që e falenderon veten që shtakon ty. Ndaj edhe për këtë temë, veç Allah është ai që mund m'ia dhon hakun, që shdohet najna të mangët, andaj nësë Allahun më na forcu. Tema është për mendimin e mirë për Allahun, e që është prej adhurimeve të zemrës, pra është më e rëndësishme se sa krejt adhurime tjera që muslimani mund mi bo. Adhurimet e zemrës janë ato adhurime që pa to imani nuk është i sakt. Një njeri që menon keq për Zotin nuk është musliman. Pra janë tema shumë të mëdha që e ka përcjell temën e zakatit, agjerimit, haxhit e kështu me radhë, janë shumë më të rëndësishme se adhurimet që janë trupore apo adhurimet që kanë të bëjnë me pasuri. Sa i përket mendimit të mirë për Allahun, disa dietar kanë dhënë disa definicione, do të munduna mi përmend shkurtimisht. Kanë thënë se mendimi i mirë për Allahun është me besu krejt ato Allah që na ka premtuar. Allah na ka premtuar xhenetin, na duhet me besu se ka më na dhënë xhenetin. Allah na ka premtuar falje, duhet me besu se na fal. Allah na ka premtuar se kur dalim para tina ka më na trajtu si mish, andaj kështu duhet me besu. Siç thot Allah në surën Fussilet, innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu, ata që thanë Zoti jon është Allahu, pastaj nejten që duhet në këto që e thanë, تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Atyre në momentet e vdekjes ju zbresin me lajke dhe ju thonë mos u pikëlloni për ata
që peleni e as mos u frigoni prej asaj që po vjen, po përgëzoni për një xhenet për të cilin keni punu. Pra në momentet e para që dalin për kësaj bote, besimtarët, inshallah jena prej tyne, përgëzohen me xhenet, e ajeti në vijim e tregon shkakun sepse thot Allahu nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah, se na jena dostat e ju, miqt e ju, kena qenë në jetën e kësaj bote, të tillë do të jemi edhe në botën tjetër në ahiret. Ndaj që kjo është që na duhet me besu. Disa dietarë tjerë kanë thonë se mendim i mirë për Allahun Azza wa Jall është me menu se Allah jo vetëm që na fal, po na shndron edhe gjunohat në sevape. Edhe këto të argumentu të fjalën e Allahut, innal ladhina tabu wa amanu wa amilu salihati fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Përveç atyre që pendohen, besojnë, e bojnë vepra të mira, të tillëve Allahu ja u shndron gjunohen në sevape, vërtet Allah fal dhe mëshiron. Ibn Taymi rahimahullah kur e komenton këto ja u shndron gjunohen në sevape, thot ka ardhur prej selefit se del njeri për Allah në ditën e gjykimit dhe sheh vepra që s'ka bo. Sheh vepra madhështore që në realitet si ka bo heq. I thëtë Allahut, o Zot, unë s'jum falë krejt natën, e as nuk kom agjeru ditën, e as nuk kom bo vepra tjera të mira, s'kom thonë ka shumë sadak, se njeri i din veprat e veta që i ka bo. Allah i përgjigjet dhe i thëtë, ti në dunja ke bo 20 vjetë për shembull gjunohat mëdha, zina, alkool, e të ngjashme, i e pendu, Allahut i ka shndru këto gjunohe në shpërblime. Pra që kjo është Allahu jonë, që shtu besimtarit do të me mendu për Zotin ton, dhe kështu në mësojnë të parë ton me adhuru Allahun ton. Disa prej selefit kanë shku edhe ma tej. Fudajl ibn Iyad rahimahullah, kur është pyet për mendimin e mirë për Allahun, ka thonë, e keni dëgju fjalën e pejgamberit alayhis salam që thot, inna lillahi tisa wa tis'una rahme, Allah i ka, më pani, inna lillahi mi'a rahme, 100 mëshira. 99 prej tyne i ka rujt për ditën e gjykimit. Një e ka lëshu në tokë, në të mëshirohen krijesat. Pastaj thot Fudajli rahimahullah, o Zot, ti me 1 mëshirë prej 100-ve na ke bo musliman, me 99 prej që i ka rujt për ditën e gjykimit, e kërkojnë xhenetin tanë. Pra që kështë mendimi i mirë. Me një, në ka bo musliman, në ka bo besimtar, në ka bo pasus të Muhammedit a.s. Me 99 tjera që i ka rujt për ditën e gjykimit, shpresojna më na dhanë xhenetin e tina. Ahmed ibn Hawari rahimahullah, kur pytet për këtë temë, për mendimin e mirë për Allahun, thot e kam dëgju Sulejman Darranin rahimahullah, një prej selefit, duke u lut dhe duke thonë, o Zot, thot unë dëgjoja pa ai nuk më shihke, thoshte o Zot, nëse në ditën e gjykimit ti kërkon prej meje llogari për gjunohe, unë o Zot kërkoj prej teje më fal, për shkak se falja jote është më e madhe është më e madhe se gjunohu jam. Thot nëse më kërkon o Zot pendim, unë o Zot kërkoj prej teje që mëshira jote e ka të i kalu hidhrimin tanë me mëshiru, edhe për ato raste që s'kum dit me u pendu. Pastaj funi është sinqerisht që imagjinata e njerëzve të kësaj kohe nuk e kuptojnë. Ka që shumë kam pas mendim të mirë për Zotin e dashnim për ta. Thot këtë djetar, o Zot, nëse ti më bën banor në xhehenemit, unë krejt njerëzve në xhehenem, kum ju të regu se sa shumë du. Kja është prom. Ai raporti i tyne me Allahun, kështu këta njerëz e kanë pas mendimin e mirë për Zotin. Jo vetëm në raste të vogla që na dina mua caru shpejt, por edhe në raste si Allah na rujt me ranë në xhehenem, edhe nëse bin në xhehenem, o Zot, kum ju të regu krejt krijesa se sa shumë du. Kështu na mësojnë pra selefi jon,
Ky pra është mendimi i mirë për Allahun Azza wa Jall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur fol për mëshirën e Zotit në ditën e gjykimit, e përmend një rast që për një me të i kalën imagjinatën njerëzore. Thot, Allah Azza wa Jall e gjykon një rob në ditën e kiametit dhe gjunahet e tij e të i kalojnë punën e mirë që ka bo, pastaj e cakton për banorë të xhehenemit dhe i thot me lajka mërne dhe çon e drejt xhehenemit. E kur e kapin, e drejton kryt ka Allahu dhe thot, o Zot, unë ku menu diçka tjetër për ty. Allahu e din çka ka menu, po për më marë përgjigjen e tina që me lajket me një se çka po thot, e çka ke menu për mu o robi jam, thot ku menu se ke me falë. Pastaj Allahu i lartëson thot, ana inda dhanni abdi bih, unë jam tek mendimi i mirë i robit tem për mu, edhe bën prej banorëve të xhenetit. Andaj që ky është mendimi i mirë për Allahun, vëllezërit e mi. Nuk ka të bëj vetëm me kufit e kësaj dunjaje, por jo, edhe në ditën e gjykimit kjo temë na dohet. Na dohet edhe në momentet më kritike. Edhe nëse Allahu Azza wa Jall urdhon me lajket mu shku zhak për në xhehenem, na dohet me kthy kryt ka Allahu dhe me thonë, Zot, kena mënu se kemë na falë. Por kjo është mendimi i mirë që na mëson pejgamberi alayhis salam që robi duhet me pas për krijuesin e tij, Allahun Dhul Jalal. Prej në gjëra të tjera që janë kyçe në këtë temë është me kuptu se gjunahet tona kanë një kufi, kanë një limit. Edhe nëse e mrin kupën e qiellit, Allahu na mëson se do të më kthy te Zoti. Thot Allahu në arsun hadith qudsi, ja abdi o robi jam, law anna dhunubuk balagha anana as-sama, nëse gjunahet tua kanë arrit kupën e qiellit, e pastaj ti më kërkon falje, unë ty të falje, wala ubali, edhe nuk i japi llogari kërkojt. Ndaj kjo çështje e mirëfillt që na mëson pejgamberi alayhis salam me Zotin ton, është menim i mirë për Allahun. Asnjëherë, në asnjë rast, në asnjë rrethon, nuk bën me thonë dikush prej neve, kum bo shumë gjunohe, edhe Zoti s'm fal mu. Kushdo që thot kështu, nuk e njeh s'pari Allahun. E kjo njohje e qenë drejt mendimit të keq për Zotin e tina. Jo, vëllezërit e mi, jo vetëm që na fal, por na mëson disa lutje, që nëse gjunohet tona janë së shkume e detit, Allahu na fal. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, nëse robi bën 100 herë nditje, subhanallahi wa bihamdihi, i lartëson qoftë Allahu dhe i falenderojnë qoftë ai, 100 herë nditje i falen gjunohet, edhe nëse janë së shkume e detit. E së shkume e detit, s'mën me perceptu menja jonë. E as mujna me bëj gjunohe së shkume e detit, por pejgamberi alayhis salam merr një shembull aq të madh sa që na mos me pas as dilemën më të vogël me pas Zotin na rujt mendim të keq për Zotin ton, se Zoti nuk na fal. Po ashtu pejgamberi alayhis salam sjell rast tjetër që na mëson edhe më shumë me ndresh kuptimin e mirë për Allahun, dhe thot në hadithin që përmend Abu Huraira në Sahihun e Muslimit, ndodh që robi bën gjunah, pastaj kërkon falje, pastaj apet bën gjunah, njëjtin gjunah, pastaj kërkon falje, pastaj apet bën njëjtin gjunah, pastaj kërkon falje, dhe kështu vazhdon derisa Allah i thot, bëj çka duash o robi jam, se ta kam falë. Andaj ky është mendimi i mirë që duhet me pas. E jo nëse na bina një gjunah, e pastaj kërkojna falje, bina përsëri vjen shejtani e na çet drynat e pendimit, na çet se jena munafika, na çet se jena njerëz të këqij, na çet se jena pasues ti e kështu me radhë. Gjitha këto që vinë prej kurthave të shejtanit, na dohet me javu përballë mendimin e mirë për Allahun, se Allahu na fal deri në momentin e fundit para se me dhon shpirt, ose deri në momentin kur lind dielli prej perëndimit. Allahu mos na mëson me prit atë kohë.
Andaj vëllezërit e mi, kjo është që na duhet me pas parasysh. Shumë sot dëgjojna qoftë edhe ligjërata, qoftë edhe fatva të caktuara që ndoshta janë të dovolitshme për një kohë të caktuar, për një kategori të caktuar, por mund me shërbim Zotin na ruaj kanëherë edhe në keq kuptimin e fesë, se feja po t'i mbyll dyrë të pendimit, asesi nuk bën me rona në këtë nivel, po do të më di që Allah Azza wa Jall fal dhe mëshira e tij është pa fillim dhe pa mbarim. Dhe është ngrit mbi arshën e tij jo me emrin mbret, as me emrin gjykues, as me emrin i drejt, po me emrin Rahman, mëshirues. E që Ibn Qayyim thot, yarham kullu min tahta arshihi, i mëshiron krejt ata që don në arshën e tina. Allahu na bëft prej tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç e përmend Ibn Abi Dunya në librin Husnul Dhann Billah, thot Allahu aq shumë mëshiron në ditën e Kiametit, sa që iblisi quhet ngishta dhe shpreson se Allahu ka më mëshiru. Iblisi shkaktari i çdo të keqe, nxitësi i çdo të keqe, ai që s'kalon asnjë rrugë të keqe që ju ka kujtu me bo, veç se e ka boju, dhe jo vetëm i ka nxit edhe njerëz kur e shef faljen e madhe të Allahut atë ditë dhe mëshirën e madhe tina, ngritet të ngishta dhe shpreson se rahmeti i Zotit ka plu edhe ata. Pastaj e përmend Ibn Dunya një hadith tjetër, pejgamberi alayhi salam një ditë thot ju tha shokëve të vet, nëse do të bashkoheshin njerëz të gjinjt prej të parit deri tek i fundit, dhe do të flisnin secili prej tyre se sa mëshiron Allahu Azza wa Jall, sa është mëshira e tij e madhe, dhe secili tregonte ka më mëshiru kaq me imagjinatën e tina, thot mëshira e Allahut do të jetë më shumë se krejt ata që kanë mendu dhe krejt ata që kanë fol në atë mëzhles. Andaj që kjo është mendimi mirë për të që duhet me pas në çdo gjendje që jena. Në çdo gjendje që jena. Dhe jo Zotin na ruaj, mu bo sikurse shembulli i atina jehudis që e përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thotë kanë qenë prej Bani Israilëve, prej bijve të Israilit, njerëz para meje që i thashtë vllaut vet, pendav e pastaj ai thashtë largo, mos më pengon punët e mia, vazhdonte në gjuna. Ky e këshillonte përsëri, ai vazhdonte në gjuna derisa i thotë, ty Allahu kur s'ka më ta fal. E pastaj thot pejgamberi sa kur ndodh Kiameti, Allahu i merr këta dy rob dhe e pyet dytin, i thot pse ke fol për mua pa dije, pse i ke thonë që unë se fali, e pastaj Allahu ato e fal për gjunat e tij, e këtë e dënon që ka fol pa dije për Zotin. Mendimi i mirë për Allahun na mbyll vëllezërit e mi derën e gjykimit për krijesa. Në asnjë rast, në asnjë rrethon, nuk bën me gjyku për askën. As me thonë se që ti Zotit s'ja fal, as me thonë se çto Allahu se mëshiron. Kush ka menduar vëllezërit e mi prej muslimanëve para se me pranu Omeri Islamin se ka më bo besimtar? Wallahi askush. Sa që kanë marrë shembull kanë thonë, ma para bëhet musliman gomari i babës të vetë Hatabit se sa Omeri që hin Islam. Për shkak të zullumit të madh që ka bo. Dhe thuhet në librat e sirës sa ka rrej Omeri veç vetë musliman, krejt kufarët bashk s'kan rrej. Që shumë i ka rrej. S'ka lanë rrugë, veç se i ka njek kam gjek. Që kë njeri, Allahu ja mundson pendimin dhe jo vetëm që kthehet, po bëhet për njerëzve më të mirë mas pejgamberit alayhis salam edhe Ebu Bekrin sipërfaqen e tokës prej kohës tij e deri në ditën e fundit. Andaj mendimi i mirë për Zotin na mbyll këtë derë të rrezikshme e që mund më na kushtu me xhehenem, edhe nëse falem, edhe nëse agjerojna, edhe nëse vdesim sejdë, po gjykojna për njerëz se Allahu nuk ja fal, le ta dina mirë se përfundimi jonë është zjarr. Allahu na ruaj se me fol për Allahun pa dije është më rënd se sa shirku. Kur Allah flet për shirk, thot wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, e më shumë se kaq është me thonë për Allahun
ato që ju nuk e dini. Po ashtu vëllezërit e mi, prej mendimit mirë për Allahun Azza wa Jall, që secili prej neve duhet me pas, është edhe ndalja para tina. Allahu i lartëson, edhe pse na përmend gjunohet mes neve edhe tina, na fal dhe na mëshiron, e ato gjunohe nuk i nin krijesat e tjera. Pejgamberi alayhis salam thot, kur robi i del Allahut përpara në ditën e gjykimit, Zoti e pyet. Për pyetje fjalët e para janë lima kuntu ahwanu nadhirina ilayk, pse isha mas pakti që më kushtojshë vëmendje rëndësinë jetën tonë. Po thot krejt kjo bisedë buhet mes ti edhe Allahut Azza wa Jall dhe krijesat nuk e din. Dhe fundi është që Allahu jep një libër dhe thot kjo është libri, merrni dhe lexoni çysh e përshkruan Allahu në Kur'an. Ndaj çdo gjëna që kena bo më shqetësi, e që njerëzit nuk e din, e që vinë pyetjet shumëta, kena problem me shkim në haram, kena problem me përgojim, kena problem që bën disa gjëna larg syve të njerëzve, a ka pendim për to? Gjithsesi duhet robi mu pendu, me u mundu mu largu prej atyne rrethonave të gjunohat, mos me ranë gjuna, mos me përsërit gjunahan, po kurse si nuk i bjen se na nuk dohet me menu që Allah s'na falë. Ka shumë rëbë që kanë këtë problem. Ilaçi më i mirë është që me u mundu, mu marrë me Kur'an, mu marrë me ligjërata, mu marrë me sene që na largojnë prej gjunahave, qoftë shikimit, qoftë dëgjimit, qoftë folnit haram, po krejt këto gjunahe nuk bojnë asesi më na lujt raportin ton me Allahun Azza wa Jall, qoftë ndaj vetes ton, po shumë ndaj tjerëve që na dina për dikën që bën këto gjëra, na me marr guxim dhe me gjyku për ta, asesi nuk bën robi me ra në këtë gjëra. Pejgamberi alayhis salam e ka pas një shok që ka pi alkool shumë. Jo e dini që hukmi i alkoolit në Islam është murra, me 80 goditje për shkak të pirjes që e ka bo. Edhe ai vazhdonte me pi, vente, thoshte ai dërguari i Zotit, kum pi alkool. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam urdhonte murra. Kështu vazhdoi disa herë. Disa sahab kuptohet u irriton për veprimin e tij që përsërit vazhdimisht dhe thanë që sa gjunahçari i madh, sa njeri që shtojnë ana pa marrë. Pejgamberi alayhis salam i thotë me ndalë, se vallahi ky e don Allahun edhe të dërguarin e tij, edhe Allahu edhe i dërguari i tij e dojnë këta. Po flasëm për një njeri që pin alkool, për një njeri që urre prej urnit pejgamberit alayhis salam për alkool. I tilli, thot pejgamberi alayhis salam, e don Allahun edhe dërguarin e tij, po edhe Allahu edhe i dërguari i tij e don këtë njeri. Andaj edhe nëse bina në gjunat moja, kjo si bjen që Allahu nuk na don. Kjo si bjen që Allahu nuk na mëshiron. Kjo si bjen që Allahu na largon prej mëshirës tina. Jo, asesi. I bjen që Allahu Azza wa Jall na mundson më pendohem. Edhe nëse bina herën e dytë, edhe nëse bina herën e tretë, asesi robi nuk bën me ron gratë të iblisit, me mendu që Allahu i lartësuar nuk ka me falë edhe nuk ka me mëshiru. Prej kësaj që thamë, vëllezërit e mi, e kuptum rëndësinë e madhe që ka kë adhurim në jetën tonë dhe gjerësinë e madhe që përfshin kë adhurim në çdo aspekt të jetës tonë. Me kuptu besimtari që është dohet këtë temë, asesi nuk ka mundësi me ra as në depresion, as më shqetësu, as më interesu fort që e gjykuj njerëz, as më marr fort me thonje, jo, më tha filoni kështu, jo, ashtu, elhamdulillah, dalja para Allahut është krejt ndryshe. Një njeri që ndodhë dhe ju ka ndodhë se zënit prej ju ka ndodhë dhe të parve tonë, vjen të Aliu radiallahu anhu dhe e fajson Aliun për shkak të gjendjes të umetit në kohën e tina. Jo e dini se në kohën e Aliut radiallahu anhu ka pas trazirat shumë ta musliman të se 5 vjetë sa ka qenë sundim, kanë qenë luft në mja veti. Dhe njerëz din ka njerë me gisht edhe ka njerëz e xhenetit, se Aliu radiallahu anhu. Dhe ka njerëz që është
prej njerëzve të parë që ka hyrë në islam. Thotë Abu Dharr, kur jam ardhur me pranoj islamin, jam qenë i katërti i muslimanëve. Nuk ka qenë me pejgamberin sa vetë një gru, një njeri rritun, edhe një fëmijë. Në një transmetim thotë edhe një rob për Bilalin radhiyallahu anhu. Pra ka qenë prej të parëve, po ka njerëz që dinë me gjyku edhe njerëz të xhenetit në mënyrën më të keqe, dhe i thonë çka u bë puna jote në kohën e Abu Bekrit dhe Omerit, s'ka pas kësi trazira, kohën tonë ka trazira. E fajsojnë Aliun, thotë Aliu radhiyallahu anhu, o besimtar, njerëz në kohën e Omerit dhe të Abu Bekrit kanë pas pjesë të umetit njerëz si unë të mirë, ndërsa unë kam njerëz si ti. E pastaj thotë Aliu radhiyallahu anhu, i thirr njerëz që në rreth dhe ja thotë: "Ejuha nas, o njerëz, dini se më thonë, a kishe me të gjyku nana edhe baba jot? A kishe me të gjyku Allahu?" Kisha thonë se Allahu azza wa jall. E nëse më thuhet, a kishe ti me të gjyku veten? A me të gjyku Allahu ty? Kisha thonë se Allahu azza wa jall, se ka gjunohe që s'mi fal as nana as baba më mendit, dhe ka gjunohe që s'ja falja as vetit, edhe ka njëherë dina me thonë që të gjuna s'ja fali vetit, po Allahu thot na fal edhe ato gjunohe që neve prind s'na falin, ose na s'ja falum vetës tonë. Andaj kjo është ajo që na porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që mos me vdek askush prej neve, la yamutanna ahadukum, mos të vdes askush prej juve, illa wa huwa yuhsinu dhann billah, vesa i ka mendim të mirë për Allahun azza wa jall në çdo rrethon, në çdo gjendje. Mos më na preokupu thonjet e njerëzve. Jo e dini që i ka ndodhur edhe pejgamberit alayhis salam që ju ka ngushtu gjokse prej fjalëve të njerëzve, siç e përshkruan Allahu në Kur'an: "Nahnu na'lamu ana yudhiqu sadruka bima yaqulun", na e dina që ty po të ngushtohet zemra çka këta po folin keq për ty. Po ti fasabbih bihamdi rabbika wa kum min as-sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Ti madhro Allahun dhe bësh shumë sejdë dhe adhuro Allahun deri sa të vjen vdekja. Andaj vëllezërit e mi, krejt fjalë që i nina për neve, mos më na rreziku mendimin e mirë për Zotin, e as mos më bë këto fjalë shkak që në Allah në arrujt me rëndë një gjendje të rëndë, me rëndë një depresion. Jo, na me marë ilashin që ne pejgamberi alayhi salam, që me pas mendim të mirë, e që ne e Zotin jonë që me madhru Allahun, me bo sejsh dhe shumë, me bo shumë të spi, e me mënu madhru Allahun sot kena jetë. Se shumë njerëz sot fatkesisht po binë prej e fjallëve të caktune, e pastaj pjo hub edhe orientimi me Allahun azza wa jall. E kjo temë na mëson një lloj stabiliteti në fe, madhërimit Allahut në çdo gjendje deri në momentet e vdekjes, pa kshyrë anash se çka menojnë krijesat. Jo e dini se njerëzit menojnë keq për Allahun, po nina nëpër media, nëpër rrjetet sociale, se çdo ditë ka njerëz që e shohin Allahun e mallkojnë. Ka njerëz që e shohin pejgamberin alayhis salam, flasin fjalë më të ndyta për moralin e tina, apo ka njerëz që i shohin gratë e pejgamberit alayhis salam e kështu me radhë. Edhe neve nëse na shohin, nuk ka asnjë dert, më rëndësi është kënaqësia e Allahut, që thot Imam Shafiu, kënaqësia e Allahut është diçka që nuk lihet, e kënaqësia e njerëzve është diçka që nuk arrihet, arrija atë që nuk lihet, e lej ato që nuk arrihet. Po ashtu vëllezërit e mi, jena dëshmitar se shumë prej njerëzve i kanë ofenduar edhe pejgambert sa kanë qenë në gjallë, që është na përmend Kurani, e ka ardhur në librin Zuhd të Imam Ahmedit, që Musa alayhis salam i ka kërku Allahut që t'i ndalej njerëzit me fol keq për ta, për Musën. Thot: "O Musa, unë nuk i ndalej njerëzit me fol keq për mu, e qysh me ndalu me fol keq për ty?" Andaj kjo është, kur ka njerëz që folin keq për Allahun, edhe me fol për neve, nuk ka asnjë dert, po asesi na me i kushtu rëndësi fjalëve të njerëzve, sepse kjo nuk arrihet kur. Ka disa gjëra që
keq kuptohen tek mendimi I mirë për Allahun. Përmenum ajete, përmenum hadithe, ajo që keq kuptohet është mëshira e pa kuptim. Për shembull, ka njerëz që arsyetohet se nuk falet se e kam zemrën e mirë. Kjo nuk arsyetohet. Këto nuk bën me thonë që njeri ka mendim për Allah se ka me fal edhe në ata vena që Allah ka treguar se nuk fal. Për shembull, për shirk Allahu thotë se inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih. Allahu nuk e fal robën që bjen në shirk. Ose ata vena që Allah tregon se ka me dënu, sikur se për namaz, atëherë na nuk bën me thonë ka mendim të mirë për Zotin, se edhe nëse s'fal Allahu ma fal. Jo, se kjo është me thonë se Allahu po rran. Me thonë se Allahu po rran. Kur Allah thotë se ka me dënu, ai dënon. Nuk bën me thonë ja ka mendim të mirë se nuk më dënon. Se dënë ajetin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum min al-musallin. Çka ju ka sjellë në saqar, në xhehenem, lugin, në xhehenem thotë ina kom për atyre që se kanë fal namazin. Andaj njeri mos me keq kuptu këtë temë, që Allah ta shtyt fal, edhe nëse ti vazhdon gjuna, edhe nëse ti nuk pendohesh, edhe nëse ti e njeh udhën e iblisit, jo. Kjo është keq kuptim I kësaj teme, andaj popullin tonë është shumë e përhapur. Më rëndësishme është mos më bëu keq njerëzve, më rëndësishme po zemrën e bardhë dhe kaq mjaftohen. Nuk është për ta më rëndësi me ngu Allahun, as nuk është më rëndësi me fal namazin, as nuk është më rëndësi për ta me agjeru apo me dhënë zakatin, po më rëndësi është më arsyetu me këtë temë, me mendim të mirë për Zotin, se Zoti na fal edhe nëse na rebelohëm ndaj Tij. Jo e dini se Allah është I drejtë. E prej drejtësisë tina është se në urdhna nuk fal. Iblisi në urdhën nuk e ka zbatu, I ka kushtu me përjashtim prej rahmetit tina përjetësisht. Andaj me pas kujdes. Dietarë thonë, a janë ma të ranë urdhnat apo ndalesat? Dhe aja që është e saktë është se urdhnat janë ma parësor se ndalesat, se I na urdhnu me thonë la ilaha illallah. Po ashtu I na urdhnu me namaz, e nuk është problem që robi mund me bo, ose me ikë ndonjë ndalese ma shumë se sa falja namazit. Andaj urdhni është ma parësor. Po ashtu prej keqkuptimeve të kësaj teme është se njerëzit mendojnë fatkeqësisht se edhe nëse vazhdojnë në gjuna pa pendim, Allahu na fali. Jo. Gjithmonë ghafiru dhanb, qabilu tawb, shadidul iqab. Që është që fal, e pranon pendimin, po nëse s'pendohem dënon rrept. Nëherë Omerit radhiyallahu anhu, një gruaj thot, Allah është falës, është mëshirues. Fillon m'ia shpjegu. Thot po, vazhdo. E pranon pendimin, thot vazhdo. Thot ndeshkon rrept. Thot këtu ndalem. Pra kjo është. Kjo temë merr kuptim kur na dina me vendos vënën e vet. Po, e pranon pendimin, po jo pa pendim. Pa pendim s'ka. Ti mund me ronë gjëna, një herë, po do të më pëndu. 100 herë do të më pëndu. 1000 herë do të më pëndu. 1 milion herë do të më pëndu. Ama pa pendim, mendimi mirë për Allah nuk vlen kurrë. Domthonë, sikur temat e tjera, që nëse nuk ka pendim, kthim sinqert të Zotit, atëherë kjo temë nuk ka kuptim. Kjo është keq kuptim I madh, I ndikon prej murxhizmit, prej murxhive, për njerëzve devijon që thonë se nuk bën dëm asnjë gjë nëse ki imanin, e pastaj këta njerëz kanë shkuar edhe më larg, sot që ka thonë imani I Xhibrilit edhe imani I Iblisit është I njëjtë. Allahu na ruajt prej kësaj gjendje e prej këtyre fjalëve, pra nuk bën më ra asese në këtë keq kuptim. Po ashtu ka njerëz që Allah na ruajt arsyetojnë veten për mos largim të prej gjunahëm me mëshirë ndaj Allah. Qysh? Para se me bëj gjuna, thotë Allah është falës. Kjo temë vlen mas I ke bëj gjuna. Jo para se me bëj gjuna. Se Allah nuk nxit për në gjuna. Pra do të me thonë qartë, kur të vjen, kur do të kjo, a do të para se me ra në gjuna, a mas jo, mas I na ra në gjuna, vlen pendimi dhe mendimi mirë për Zotin se Allah na falë. Po jo me qenë ajete se Allah I shëndron gjunahën se vape, më të ronë men para se me hi me bo një haram të saktun.
Ja, kjo është prej telbisul iblis, prej pështjellimeve të iblisit që i bën tek besimtarët. Tema e mendimit mirë për Allahun vlen vetëm masë robi ka ronë gjuna dhe asësi më marë si stimulim Allahu na ruajt prej kësaj gjendje për mi bo Allahu dhul xhelal gjuna. Edhe krejt në fund po du me i përdor me tregu edhe disa dobi prej mendimit mirë për Allahun azza wa jall. E që e para prej tyre është se e largon dëshpërimin prej zemrës. Njeri nuk dëshpërohet kur me Zotin e vet. Në çdo gjendje është falendërues, edhe kur Allahu e sprovon, edhe kur Allahu i jep, është e din se është sprov. Ka njëherë vëllazni sprova më ardh në dy mënyra. Njëna e mështjellën me një harën shumë të keq. Për shembull, po nër të ka diamant, edhe një tjetër është mështjellën me një kur del të mirë pa pen të ka diamant, cilën të hek e këshyrë fort se me çka është mbulune, padyshim se jo më rëndësishme është se ajo që është nër të është diamant. Kështu është edhe rasti i sprovës, edhe kur vjen në aspektet këqija, ajo që Allahu na jep nëpërmjet sprovës, nuk mund më arrit me kurgjë. Inna ashadda an-nasi ibtilan al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal, thumma al-amthal fal-amthal. Njerëz që më shumë të Allahu i provon janë pejgamberët, pastaj ata që ngjasojnë pejgamberëve, pastaj ata që ngjasojnë pejgamberëve. Pra edhe nëse sprovohen me gjëra të këqija, asësi njëri nuk bën më dëshpëru, me thonë që Zoti s'po më përgjigjet, Zoti më paskaronu shumë, po më ngarkon për te mundësisë, a veç mu e kështu që din me fol njerëz e pa edukun me Allahun. Allah na rujt, edhe në sprova ka mëshirë të madhe, si thot pejgamberi alayhis salam, për besimtarin gjithçka është hajër, edhe kur e sprovon për të është hajër. In asaba khairun itma'anna bih, kur e rrokni e mirë, e godetni e mirë, ai qetësohet, kënaqet me ta, falenderon Allahun. Po kur e godet ndonjë keqe, ai bën sabër dhe din se Allah është me ta. E mjafton njërin të sprovë me ditë që Allah është me ta. E kur është Allahu me neve, kush e kundra neve? Por unë zot më kon Allah kundra neve, kush është me neve? E dyta që prej dobive që marrëm është se kjo temë na mëson për rolin e madh që e ka pendimi. Nuk merr kuptim tema si sta më herët, nëse nuk vlen pendimi i sinqert tek Allahu azza wa jall. Andaj këto dyja janë sikurse trupi edhe shpirti. Njëri mund me pas trup, por nëse s'ka shpirt, s'ka kuptim. Ose mund me kon shpirt ende në barkun e nanës, po s'është i formul. Nuk mujna me thonë njëri. Andaj edhe pendimi, edhe mendimi mirë për Allahun janë ngjajshëm. Njëna pa tjetrën nuk paramendohen. E treta është na mëson mu lutë, na shton vlerën e lutjes, mënyrën e lutjes, përgjimit për Allah, sikur sa ata që përmendën fillim, o Zot i ki 99 mëshirë, 100 mëshira, 99 i keru për ditën e kiametit, një e ke sjell në tokë, me ato më ke bu musliman, me 99 që keru o Zot bënëm prej banorëve të xhenetit, ose se ai tjetër o Zot, çka do që bësh me mua edhe nëse më gjunë në xhenem, unë e kam ju tregu sa shumë du, sa shumë zemra jam është adhonë, mas teje, o Zot, unë kam ti ki plot si unë s'kam Zot si ti. E kështu me radhë, pra, mendimi mirë për Allahun, të mëson përgjimin për ati, të mëson zbutjen e zemrës për ati, të mëson mja hap zemrën Allahut me fjalët më të mira për ta, e më nënshmuese për veti që i meritojnë, ndaj sa më shumë. Njeri me pas dieni as më mirë për këtë temë dhe me falendëru Allahun. Po ashtu kjo temë na mëson se tevakulin e forcon më të madhe. Mendimi mirë për Allahun na mëson mbështetjen e madhe në Zotin dhul xhelal. Allahu na tregon se nuk ka mundësi me bo njeri asnjë adhurim pa mbështet me ta. Po as nuk ka mundësi me pas vlerë adhurimi pa mbështetje tek Allahu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. O Zot, na ty të adhurojmë, po qysh të adhurojmë, të mbështetem në ty, o Zot, se jo, na s'mujna me bë asnjë lëvizje prej vetes tonë. Ndaj edhe na mëson pejgamberi alayhis salam dhikrin e mëngjesit dhe mbrëmjes, më urujt
që mos më na lënë dorën tonë aso një lëvizje e syrit, Allahu na bëft prej tyne. Po ashtu kjo temë na mëson vëllazni se si do të më u trajtu njerin në sprovë, kur jena mirë, jena sefa, falenderojna, po kur jena në vështirësi, në burg, apet, jena mirë njës ndaj Allah në çdo gjendje. Andaj më rëndësi është mu lidh zemra për Zotin, siç i ka ndodhur Ibn Taymiyes, kur u him burg, thot nuk di se qysh kisha mujt mi falenderu armiqtë e mi për këtë dhuratë të mirë që më kanë bë. Nëse do t'ja shpaguja me kilogram ari sa është kjo kala me gur, kish qenë pak për ta kjo mirësi, nëse më burgosin, unë jam vetmona me Allahun, e nëse më lujnë të lirë, unë e thirrën në rrugën e Allahut, e nëse më vrasin, shkoj shahid të Allah, po nëse më lujnë me jetu, im se njerëz me adhuru Allahun. Andaj çdo gjendje lidhet zemra me Zotin Dhul Xhelal, vetëm mendimi i mirë për ta më na bë kaq stabil në fe. Allahu na bëft prej tyre, nësë Allahu më na falë gjunahet e para, e të fundit, ato që i këna bo me vedija, ato që i këna bo pa vedija, ato që i kujtojnë, ato që i këna harru, e nësë Allahu që na ka bashkun këtë vend, më na bashkun xhenetet e tina, me pejgambert e njerëz të mirë, e nësë Allahu azza wa jall më na mundësu shikimin fytyrën e tina, me nxesë mbrëmje, e nësë Allahu azza wa jall më konë Allahu i kënaqur me neve, me konë mëtoja e jetës tonë, kënaqësia e Allahut, ajo nuk lihet për asnjë shkak. E më na ruaj Allahu prej kënaqësisë krijesave që na çon drejt hidhrimit tina. E lutem Zotin më na fal, Zotin ndroft. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.